Mëngjesin e sotëm policia ka nisur një bastisje në zyrët e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural këtu në Prishtinë. Sipas asaj që dim deri më tani nga nacionale, bastisjen janë duke kryer hetuesit policor nga krimet ekonomike dhe bastisja është duke u kryer në zyrën e prokurimit të kësaj ministrie. Kjo ministri udhëhiqet nga ministri Faton Peci, ndërsa deri më tani nuk kemi informacion se për çka është duke u kryer ky aksion i policisë. Duhemi me theksu se muaj më parë janë ngri dyshime në opinionin publik për disa subvencione që kanë dalë prej Ministrisë së Bujqësisë e që ju kanë dhënë familjarëve të fitore pacullin nga lëvizja vetëvendose. Këta kemi raportuar në Gazetën Nacionale muaj më parë, ndërsa dje është përfol në media për një pagesë 66.000 euro që ka pagu Ministria e Bujqësisë për largimin e mobileve në ish-zyrët e AAK-s që kanë qenë në qendër këtu në Prishtinë. Këto mobilje ka dalë që nuk kanë ekzistuar fare, është raportuar pra dje në media, ndërsa vlera e plot e kontratës që ka dalë nga Ministria e Bujqësisë për renovimin e 600 metrave katror në ish-zyrët e AAK-s ka qenë mbi 300.000 euro. Tashmë në pamje po ishin edhe zyrtarët policor që po largohen prej objektit të Ministrisë së Bujqësisë, pra zyrtar policor të krimeve ekonomike.